Mbani gjethet afine në shtëpi dhe I përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto 3 probleme. Gjethet e thata të dafinës, nëse vlohen në ujë krijojnë një çaj magjik. Lëngu I përfituar nga vlimi I gjetheve të thata të dafinës arrin të lehtësojë një sër problematikash të ndryshme të organizmit. Duke nisur nga temperatura e lartë duke vazhduar te veshka, dafina ka efekte të mira për organizmin nëse përdoret si duhet. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë kundër refluksit ose urthit. Gjethet e dafinës ndihmojnë me tretjen dhe shmangin gjithashtu edhe çrregullimet e këtij sistemi. Nëse pini çaj dafine mund të luftoni aciditetin e lartë në stomak dhe gjithashtu të zgjidhni edhe problemet të çrregullimeve të zorrve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Gjethet e dafinës përmbajnë enzimat të cilat mundësojnë shpërbërjen e proteinave dhe rrjedhimisht janë ato një zgjidhje e shkëlqyer kundër këtyre komplikacioneve. Merrni 5 gram të gjetheve të dafinës, shtoni 1 cm xhenxhefil dhe I zieni së bashku në 300 ml ujë derisa të mbetet të paktën 1/4 e ujit. Shtoni mjaltin dhe pini lëngun të paktën derisa të rregullohet organizmi. Gjethet e dafinës kanë një impakt pozitiv edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Ata që vuajnë nga problemet e zemrës, ankthi duhet të ziejnë 3 gota me gjethe dafine në 3 deri në 4 melule të trëndafilit të egër në 300 ml ujë. Lëngu duhet të zihet derisa të mbetet 1/4 e tij.Ekulloni dhe e pini atë vazhdimisht, por nëse merrni medikamente, konsultoni me mjekun përpara përdorimit. Gjethet e dafinës janë një zgjidhje praktike kundër infeksioneve dhe kundër ftohjes. Gjethet e dafinës janë efikase kundër infeksioneve dhe simptomave të ftohtit dhe gripit. Në rast se vuani nga problemet e frymëmarrjes, zgjeni 2 deri në 3 gjethe dafine në ujë dhe I lini më pas të ftohen për 10 minuta. Zhyteni një nap me lëng dhe më pas vendoseni në krahëror për të çliruar nga bllokimet e sekrecioneve të shkaktuara nga I ftohti, kolla ose virozat. Çaji I gjethet të dafinës është efikas kundër problemeve të temperaturës dhe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Nëse vuani nga të shtimat e përsëritura, zieni disa gjethe dafine në 200 ml ujë derisa të mbetet 1/4 e tij. Ekulloni dhe e pini lëngun. Gjethet e dafinës ndihmojnë gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve të pagjumësisë. Nëse vuani nga problemet e pagjumësisë, atëherë në ndihmë mund t'ju vinë edhe përdorimet e gjetheve të dafinës. Nëpërmjet çajit të përfituar prej saj do të keni një lehtësim mjaft të mirë kundër këtyre komplikacioneve. Nëse konsumoni gjethe dafine nëpërmjet çajit, përpara fjetjes do të keni një gjumë edhe më të qetë dhe më të mirë. Ky çaj do të jetë një lehtësues shumë I mirë I problemeve tuaja. Nëse keni probleme me veshkat, atëherë çaji I gjetheve të dafinës mund të jetë gjithashtu një lehtësim shumë I mirë për ju. Gjethet e dafinës ndihmojnë kundër infeksioneve dhe gurve në veshka. Zieni të paktën 5 gram me gjethe dafine në 200 ml ujë derisa të mbetet 1/4 e tij. Ekulloni dhe lëngun e pini të paktën 2 herë në ditë. Kështu, ky lëng do të parandalojë edhe krijimin e komplikacioneve që mund të shkaktojnë në shëndetin tuaj. Gjethet e dafinës vijnë nga familja Laurus nobilis, vendlindja e të cilës është mesdheu. Kjo bimë hyjnore është e pasur gjithashtu me vitaminën C, vitaminën B dhe vitaminën A. Ky e fundit përmban gjithashtu antioksidant natyral që njihen për vetit e tyre mbrojtëse për shikimin, por edhe në mbrojtjen kundër komplikacioneve të mushkërive. Dafina ka në përmbajtje të saj nivele të larta të mineraleve si bakri, potasi, kalciumi, hekuri, zinku dhe magnezi. Potasi do të ndihmojë gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj, të rrahjeve të zemrës dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin, atëherë gjethet e dafinës mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese në këto aspekte. Gjethet e dafinës janë një produkt fantastik edhe për përfitimet e tretjes lehtësuese. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tretës si diuretik,
që ulin nivelin e toksinave në trup, ndaj reagimeve të helmeve ushqimore. Përmbajtja organike e gjetheve ndihmon gjithashtu edhe në tretjen dhe qetëson stomakun e trazuar, gjithashtu edhe problemet e zorrve. Andaj, ky përdorim mund të jetë një lehtësim shumë i mirë për shëndetin tuaj. Dafina është një produkt fantastik edhe kundër problemeve të frymëmarrjes. Ndaj, nëse doni të lehtësoni problemet të frymëmarrjes, atëherë përdorni gjethet e dafinës. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të ndihmuar kështu edhe kundër problemeve të frymëmarrjes. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vajin, mjafton të zjeni ujin e dafinës dhe të shfrytëzoni avullin për të lehtësuar dhe eliminuar edhe sekrecionet në sistemin e frymëmarrjes. Por bëni kujdes se përdorimi i vajit të dafinës u ndalohet grave shtatzana. Dafina është një produkt shumë i mirë i cili mund të lehtësojë gjithashtu edhe shëndetin e flokëve. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të hiqni zbokthin, atëherë përdorni gjethet e dafinës. I lagni ato me ujë dhe fërkoni lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin kështu zbokthin dhe do të zbusin edhe lëkurat e thata. Ndaj dhe ekspertët vazhdimisht këshillojnë në përdorimin e tyre si një mënyrë alternative lehtësuese që mund të japë rezultatet e duhura, sidomos kundër këtyre komplikacioneve. Gjethet e dafinës kanë veti të mira anti-inflamatore. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe do të reduktojnë kështu inflamacionet në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtje të tyre element të njohur që reduktojnë irritimet në zona të caktuara, sidomos nëse jeni të prekur nga artriti. Dafina do të mbrojë edhe shëndetin tuaj të zemrës. Gjethet e dafinës kanë gjithashtu një impakt të mirë edhe në përmbajtjen e elementeve ushqyes që japin forcë shëndetit tuaj kardiovaskular. Gjethet e dafinës janë një produkt fantastik kundër problemeve të ankthit dhe gjithashtu të stresit. Dafina ka efekte çliruese qetësuese. Trumza borziloku gjithashtu ka në përmbajtje të tyre linalol, element i cili do të ulë hormonet e stresit në organizëm. Ndaj, gjethet e dafinës ndihmojnë që të qetësoheni në momentet tuaja më stresuese. Ekspertët këshillojnë përdorimin e gjethteve të dafinës në dietën tuaj, duke ndihmuar kështu organizmin të jetë më i shëndetshëm dhe të mbajë larg komplikacionet. Përdorimi i gjethteve të dafinës brenda normës lejuar mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Gjithashtu, gjethet e dafinës janë fantastike për shëndetin dhe për organizmin. Ato përmbajnë edhe element ushqyes, janë përdorur që në lashtësi, në mjekësinë popullore në trajtimin dhe lehtësimin e një sër komplikacionesh. Një recetë e vjetër përdoret gjithashtu edhe kundër problemeve të stomakut dhe të urthit. Për përgatitjen e kësaj recete duhet të ndiqni këto hapa. Ju duhen 10 gjethe dafina të thata të grimcuara dhe gjithashtu lëkurat e portokallit të grimcuar. I përzjeni bashkë, hidhni në një tenxhere me 1 litër ujë dhe i zjeni ato për të paktën 10 minuta. Pasi t'i keni zjerë, duhet ta lini enën e mbuluar për 20 minuta të tjera dhe më pas e kulloni. Ëmbëlsoni me mjaltë dhe konsumoni të paktën 3 herë në ditë pas vaktit të ngrënies. Vlerat e dafinës janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin tuaj tretës. Gjethet e dafinës kanë impakt të fortë në sistemin tretës duke nxitur urinimin dhe si rrjedhoj, duke ulur gjithashtu nivelin e toksinave në trup. Dafina do të stimulojë të vjellat në rast se jeni të helmuar nga ushqimi. Përmbajtja organike e gjethteve të dafinës gjithashtu ndihmon edhe në qetësimin e stomakut dhe gjithashtu të zorrës së irrituar. Prandaj, përdorimet e saj në mënyrë të rregullt dhe brenda normës lejuar mund të jenë një lehtësim shumë i mirë i çështjeve tuaja të shëndetit. Gjethet e dafinës janë fantastike gjithashtu edhe kundër problemeve tuaja të frymëmarrjes. Gjethet e dafinës mund të përdoren gjithashtu edhe për të lyer kraharorin dhe gjithashtu për të lehtësuar problemet me frymëmarrjen. Nëse nuhasni avullin e gjettheve të dafinës, atëherë do të merrni lehtësimin e duhur për shëndetin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.